Presidenti i Republikës ka dekretuar buxhetin e vitit 2013 duke hapur rrugë hyrjes në fuqi me datën 1 janar të vitit të ardhshëm. Miratimi në parimin e draftit u bë me datën 7 dhjetor dhe një javë më pas u miratua edhe nen për nen e në tërësi. Buxheti i këtij viti parashikon të ardhurat në vlerën 360.6 miliard lekë, shpenzime 409.5 miliard lekë dhe një deficit buxhetor prej 48.9 miliard lekë. Rritja ekonomike është parashikuar në masën 4%. Dhe ky parashikim bazohet në nismën e qeverisë për të stimuluar rritjen përmes shtimit të investimeve. Kjo pikë ka qenë edhe një prej pikave kryesore që ka shkaktuar debate në kuvend për faktin se qeveria ka planifikuar që gjatë vitit të ardhshëm të rrisë nivelin e borxhit publik në masën 62.6% në mënyrë që të financohen këto investime. Për realizimin e këtij qëllimi, para miratimit të buxhetit, kuvendi miratoi propozimin e qeverisë për heqjen e kufirit ligjor të borxhit publik. Ndërkohë njësitë buxhetore nuk duhet të presin fillimin e janarit kur çelen edhe fondet buxhetore për të nisur procedurat e prokurimit për shpenzimet e planifikuara për vitin e ardhshëm. Kuvendi ka miratuar ndryshimet në ligjin për prokurimet publike që u mundësojnë njësive buxhetore që të hapin tenderet pa pritur procedurat e çeljes së fondeve. Këto ndryshime ligjore, pasi janë miratuar në kuvend, kanë marrë pëlqimin e menjëhershëm nga kreu i shtetit që ka shpallur dekretin përkatës.